Prania e Brikena Selmani dhe Mateo Borrit në jurinë e spektaklit Shizon Top tërhoi që menjëherë vëmendjen e publikut dhe rrjeteve sociale. Megjithatë, ajo që u komentua më shumë gjatë mbrëmjes nuk ishte vetëm paraqitja e çiftit, por dy onazat me diamant që Brikena mbante në dorë. Detaji ngriti menjëherë dyshime dhe aludime për një martesë e mundshme të fshehtë mes tyre. Moderatorja Sara Gjordeni nuk hezitoi të pyeste drejt për drejt nëse çifti kishte vendosur të martohej larg syrit të publikut. Në përgjigjen e tij, Mateo Borri sqaroi se njëra prej onazave ishte dhuratë nga ai, ndërsa tjetra ishte një dhuratë familjare për Brikenën. Deklarata e tij duket se uli disi dyshimet për një ceremoni sekrete, ndërkohë Brikena zgjodhi të marrë situatën me humor. Ai u shpreh me ironi se nëse në një dasëm do të ndodhë në të ardhmen, atëherë Sara Gjordeni dhe Bardhi do të jenë padyshim mes të ftuarve. Ti dhe Bardhi do të jeni patjetër të ftuar në dasmën tonë, ju përgjigj Brikena Sarës. Reagimi i çiftit u bë menjëherë viral në rrjetet sociale ku fanët vazhdojnë të komentojnë raportin e tyre dhe mundësinë e një hapi të rëndësishëm në marrëdhënie. Megjithatë, se si do të shkojnë gjërat, kjo mbetet për të parë. Na duhet të rikujtojmë se Mateo dhe Brikena u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë të famshme në Shqipëri dhe prej aty nisi një romancë mjaft të bukur. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.